ne sot e diskutuam sërish në mbledhje të qeverisë, programin dyfishosi për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë sipërmarrjen shqiptare, nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këtij fondi prej 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbulojë deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është e rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Është e rëndësishme që të ketë komunikim, informim dhe transparencë mbi këtë program. Prandaj ne kemi përcaktuar një sër masash komunikative, në të cilat neve dhe do t'i monitorojmë me qëllim të sigurohemi që bizneset shqiptare do të marrin financimin e duhur dhe do të arrijnë që të mbështeten me qëllim modernizimin e infrastrukturave të tyre me norma të ulta interesi dhe me kërkesa të ulta për kolateral.